Po ndikon shumë keq dhe ka ndikuar dhe po ndikon për çdo ditë njerëz në rrugë të ndalin dhe thonë a çfarë janë këta njerëz që kanë fituar votat tona dhe nuk kanë të paktën keqardhje dhe respekt ndaj nesh që ja u kemi dhënë votat. Pa dallim, të gjithë, se nga të gjithë kanë marrë vota dhe kanë dhënë vota qytetarët. Pra, patjetër po ndikon dhe do të ndikojë çdo ditë vonesë dhe më keq, dhe jo vetëm në zhgënjimin e qytetarëve, por edhe në pasojat për shtetin, sepse ka plot marrëveshje që presin, plot investime, plot donacione nga jashtë që presin për të implementuar pasi të bëhet qeveria e re. Dhe ato nuk mund të bëhen për arsye se ne po e zvarrisim vetë procesin njëri kundër tjetrit duke në një mënyrë duke ja fishuar dhe fuqizuar inatët dhe hatërmbetjet politike. Është e pahishme dhe pa ndershme. Madje edhe pa lejushme dhe pa pranueshme. Jo, nuk janë gjasa të mëdha se s'mund të ketë tash zgjedhjen. Këtë pat pozicion s'ka zgjedhje. Çfarë? Nuk ka gjasa, s'ka mundësi. Kjo mundet vetëm vazhdon. Mund të vazhdoj ky avaz në pakufi, derisa nuk shkon në gjykatën kushtetuese eventualisht për të marrë përgjigje, ose ndërhyret nga jashtë, ndoshta dikur ndikon dikush nga jashtë, një shtet i arsyeshëm që është mik i yni ose disa shtete, dhe i bindin se zakonisht këta nën presionin të hujve i ndëgjojnë të hujtë se ndëgjojnë njëri tjetrin. Jo, nuk ka limit sepse është vakum kushtetues dhe ligjor. Çështja e zgjedhjes së kryetarit mundet me që është konstituar tash kuvendi, por duhet edhe kryetari dhe në kryetar të zgjidhen, por me që kemi konstituimin e deputetëve të kuvendit, mundet presidenti i vendit mund ta adresojnë çështjen në gjykatën kushtetuese për një përgjigje se çka duhet bërë dhe a duhet të ketë një limit në këtë aspekt, sepse pa kufi nuk ka asgjë.